Po do të me konë Superman me analizu bugjetin e Republikës Kosovës tabel për tabel, s'jom t'ju fol personalisht, s'jom t'ju fol me argumente, dilnin pas që argument ma kru në kundërshtu. Nderuar deputet, nderuar Ministër i Financave. Janë 4 argumente të cilat pashmangshëm na detyrojnë si Kuvendi i Republikës Kosovës mës me miratu këtë shmangje dhe mës me debatu sot projekt bugjetin e vitit 2026. E para, çka bën në mbredje? Dje votum vazhdimin e ndarjes bugjetore mund këtë kuvend. Pra në aspektin funksional të shtetit të Kosovës, nuk ka asnjë nguti. Unë e shiqova tek vefatësja e Ministrisë së Financave. Një janar u hi pak bërq në shkurt, mundet me hi edhe në shkurt pak tek marsi, që kjo është veç i vetmi dëm. Ndërsa e din çfarë domi për na bëhet neve, pra në aspektin afateve kohore, deputet nderuar, nuk ka asnjë urgjencë për shkak se ne dje kemi miratu vazhdimin e ndarjes bugjetore për funksionimin e shtetit Republikës Kosovës. Kjo është argumenti i parë, që është rreth afateve. Argumenti i dytë, që ndërlidhet me praktik, që shbe ka mundësi një deputet, po do të me konë Superman, me analizu bugjetin e Republikës Kosovës tabel për tabel të vitit 2026. Unë janë nisa me lexu në zyrën time, me stafin tim, dhe çka posh aty, është që ka shumë për mu debatu. Kjo nuk është bugjeti i vitit 2026, nderuar deputet. Kjo është bugjeti i vitit 2025, i vitit kalu. Vetëm në tekst kanë bërë disa ndryshime, ndërsa vijat bugjetore janë të njëjta. Në tekst janë bërë 2 ndryshime. Teneni 32, më zgofsha gabim teneni 11, reflektohet struktura e qeverisë, pra reflektohet struktura e qeverisë në këtë bugjet, është e vërtet që reflektohet, por reflektohet ta kalon ty në vendim qeverisë me riorganizuar masi që miratohet rregullorja e punës së qeverisë, dhe të njëjtën kohë me vendim të ministrit, i nderuar ministër, i lejohet ministrit me riorganizu kabinetin e vetë qeveritar. Kështu është në ligj. Pra është reflektu kabineti qeveritar, po është reflektu në 2 nene, dhe në qoftë se e shenin bugjetën tekst, fondi i bugjetit është i ndryshëm me këto 2 nene, so marë kopjen paste u qitë. Veç kështu në qoftë se keni kopë, se e kom analizue. Pra është reflektu, mirë po ne duhet me diskutu për mbajtjen e bugjetit, pra praktikisht nuk ka mundësi me bë. Dhe po ashtu, në tekst, është reflektu edhe një çështje tjetër, siç e dini është paga e 13, që është reflektu në bugjet, dhe na duhet me diskutu si deputet. A dojmë pagën e 13 mja udhon krejt korpusit të administratës publike dhe të administratës shtetënore, apo dojmë na me i marrë si temnum politik dhe në kabinet qeveritar që kur të bohën 21 kabinete dhe të tjera janë dikun rreth 450 njerëz, apo dojmë me ato mjete me i fu dikun skema sociale. Është diskutim politik, nuk ka diskutim përmbajtësor. Çështja e tretë lidhet drejt për drejt me aspektin politik. Nderuar ministër, me 28 dhjetor lëvizjave të vendosi ka fitu 51%. Keni qenë në zyre. Ju keni qenë ministër, 52 a 55, so doni, nuk ka problem kjo punë. Duroni, ngoni se kjo është argument, nuk ka i nati, s'jom t'ju fol personalisht, s'jom t'ju fol me argumente, dilnin pas që argument ma kru në kundërshtu. Ministeritetën e keni fitu, se cili ministër u konë kabinet, digastert, kur nuk e kom votu, kur kom fol për platformën e kryeministrit, unë kom prit që të kom një platformë që reflekton mbi këtë bugjet. Jo një ekspozit se kom po, emna t'i kom një, i kom shkru ka dalë, asë mbjanë asë misha me shkru, po jo digastert, na do të me diskutu për bugjetin prej perspektives pashtu politike i lutëm. Dhe fundit o kolegiale, a i qumë duart krejt qëtu për të në marveshjet. As një fjallë nuk e thash për bankën botnore, ndërum deputet dhe deputete, që së du kona fati i fundit, mos t'i këshumë dhonë zërë, me i miratu, ju që keni qenë në komision e marveshjet ndërkomtare, së t'i këshumë hup 90 milion bankës botnore. Pra po flasim pak edhe për kolegialitet. Ana kohë të këshyrën bugjetin, dhe nuk po hi me fol për përmbajtje. Kam qa foli për përmbajtje, se e kum lexuar, kom pasa o rrit fondi investime të kapitale për ushtrin, e kum pasa o rrit fondi për sigurime shëndetësore, nuk po hi në këtë temë, po e lutëm pak për kolegialitet. Faleminderit.